Me urdhër të prokurisë së posaçme, agjentë të Byros Kombëtare të Hetimit të mbështetur edhe nga policia kanë ushtruar kontrolle në disa zona në Shkodër, në kuadër të procedimeve të nisura për krime zgjedhore. Veprimet hetimore dhe kontrollet janë ushtruar në disa zona, si në Marsinë e Madhe, në Barbullush, Mjet dhe Bushat, ndërsa mësohet se deri tani janë lëshuar 6 urdhër kontrolle për anëtarë të shtabit elektoral të Partisë Social-Demokrate që drejtohet nga Tom Doshi, me dyshimin se janë të përfshirë në krime zgjedhore. Në lidhje me situatën zgjedhore në Shkodër, të mërkurën foli edhe kryeministri Edi Rama gjatë intervistës së dhënë për Real Story. Rama deklaroi se Partia Socialiste ka hyrë në garë për të fituar zgjedhjet, ndërsa refuzoi bashkëpunimin me çdo subjekt politik, përfshi dhe atë që drejtohet nga Tom Doshi. Ne nuk kemi nevojë për ofertën e askujt edhe për bashkëpunimin e askujt. Ne jemi Partia Socialiste e Shqipërisë, jemi forcë udhëheqëse, ne jemi në një mision të madh kombëtar. Ne nuk jemi në një garë elektorale me të tjerë, ne jemi në një sfidë me historinë, në një sprovë me historinë, kështu që këto të gjitha janë pjesë e gjellës përditshme, por ne nuk jemi në këto. Pra përgjigja juaj është jo ndaj ofertës njëanshme të zotit Doshi. Ne jemi në atë lloj tavoline, domethënë, ne jemi Partia Socialiste. Gjatë paradites, kreu i SPAK Altin Dumani zhvilloi një takim me drejtuesit e prokurisë së Shkodrës dhe policisë vendore në lidhje me koordinimin e task forcës së ngritur për goditjen e krimeve në zgjedhjet e 11 majit. Dumani shoqërohej nga drejtuesi i krimit të organizuar Adnan Xholi, ndërsa zhvilluan një tjetër takim këtë radhë në prokurinë e Lezhës.